ku di unë, ilaçin e rrobave, gjitha këto që bën me rubineta të hapura. Jo përveç atyre informacion. Para njerë lanë bankot, pastrohet dikush mund të e pastrojë se këtu pabërgjeshmëria është 100%. Kush institucioni? Se ne pastrojmë me uthull molle, që të kishte lëndë organike ato bankot. Kurse këtu e fusi kështu Allah me ilaç rrobash. Tash kjo është një gjë që na shqetëson gjithëve, çka ajo ndush në plan parë duket kështu, po realisht te ne është zero kjo pjesë. Ajo larja atyre pllakave që pa nxjerr diku atë ujë, ne hidhnim ujë ik te këtu s'ke asnjë nga ato që i plotësoj ato kushtet. Marrë të leckën, ajo lecka ngul, shkul gjithë vitin, është terrë zez. Tani këto janë problematika të cilat duhet të ndjekim. Dhe realisht këta që do prodhojnë, dhe ju keni pranuar atë që hajde duhet të ketë një pozicion drejtues teknik, një person diplomur në fushat për kace, thonë 3-4. Tash do bëjmë si aty, kush na garanton që do të jetë realisht në punë, se e di çfarë ndodh, po ja them në sektorin e ndërtimit. Se kjo është pak evazive. Në sektorin e ndërtimit, të nderuara zonja, të gjithë kanë lënë licencët inxhinierë ndërtimit, se ulësi duhet të di, kanë lënë licencën me qira. Edhe ai është drejtori i shërbimit teknik, ai se kupton përgjegjësinë që ka. Por inshallah si bie njeriu aty, se por ai paret vetëm burgëshëri. Dhe kjo është e njëjta gjë. Ne kemi një drejtues, po sa eficiente do jetë kjo që ai që mund të ketë lënë licencën mjekësi po e zë, edhe se çka drejtuesi teknik. Se e kemi një fushë tjetër në të cilën kjo ndodh. Dhe ndodh rëndom. Po të shkosh në kantiere nuk e gjen drejtues teknik. Ai se di fare çfarë ndërtohet, hiç, vetëm se ka lënë atë licencën e inxhinierisë ndërtimit atje, me 300.000 lekë, 400.000 lekë në xhep, punoj vend tjetër. Ky është problem, se do zgjidhe kjo. Edhe kjo tjetër, se vjen pastaj që ai prodhon ndërton, kam një aty, kam licencën aty të mur, edhe burra se këto kush na jep të garanci. Faleminderit.